Një gjallë e mor nënën e vet. E nëj në shpinë, plak ishte 90 veçare. E nëj në krah, edhe u selke u kolla qabës tavaf mi bo. Tavaf nënës ama në shpinën e gjallit. Ishte 90 veçare plak. Plak. E lagi gjallin e vetë se ishte e smut. Urinën së në manë të nëna. E lagi gjallin e vetë, e urinoj në teshët e ati. Masi e krell tavafin, ju afru i gjallit Umerit, Abdullaj. Se jep në Omar. Oj biri i zotriut malë tonit. A i kam dalë, tha nonës haku. Në krate, tavaf me nonën në kratë. A i këshiri njëherë. Edhe i thaj nëma hi e hasana. Tha nonës ja ke bonit mirë. U kri. Tha nonës ja ke bonit mirë. Tha, a dhe tash si kam dalë haku ta. Tha, ja ke bon nonës një të mirë. Pise vap, e kjeve, ja ke bon nonës një të mirë. Nuk shkoja e man të nonën në krah dhe prit ka hala mu abet. Kur e pas e po prit hala, tha pra për të kalzoj hala gjale as të berit. Tha urno, tha zotri. Tha ndëgjo mirë pra. Tha kur ke qenë ti në krajin e kësaj. Kur ke qenë ti në krajin e kësaj. Qështu e ke lag prenin edhe krajin e kësaj, si kjo shka ta ka lag prenin tije. Ajo të knëj ke ti e kongë për mu rrit, ati jetu pas dëshirë që kjo të vdese. A për prit halamet kalzua. Që për të kalzoj pra. Kur ishe ti në prenin e kësaj një harmoti, e lakshe si ti, si kjo shka të ka lag. Ama ajo i knojnë ke kongat me u bo pashti. Ajo i knojnë ke kongat me u bo plak katuni. Ajo i knojnë ke kongat ti mu bo vezir. Ajo i knojnë ke kongat thike ti mu baf sultan nonës. Ati e lakshe. Ati tash po e ban kra me bon të vafe dhe po thua zot. Kur ta li se heke si kësa i dinjone. Tha wallahi, billahi, tallahi, tha kështu kam qenë të mendu. Tha po e di, tha shka ke qenë të mendu. Tha, nuk kam kjo punë për neve, e pa njofshme. Hakit të e thonë në desa. A qështu i dilet hakit nonës të thonë në desa. Pra, nonës hakit nuk i dilet edhe u kri. Ashtë te me mbirillën ajo. E unë e motë, të riku kanë thonë, sa mundesh me afru. Mas shumë ti mundesh me afru, deri me një vend, si tja bajsh me dije, diqish, se ti ato i do. Deri që tu kanë thonë mujtët më ardh njeri, edhe kjo nuk ka e vogël, kjo a shumë e modhe. Ato me besu se ti i do në të dit, edhe kanë thonë se këtu bëhat dishka, kjo nuk ka e vogël, kjo e modhe. Ama hakët mi dole asë njare. Pra në islam, nona hipët në kra, bëhat të vaf me ta, i duron kejtë që ato se ajo anon, se të ka duru t'i ala, ma gatë se 7 minuta të bëhat të vaf, ka bëjt në bark. Këtë sisteme kemi na, kemi shku sistemin e huj, një tuf lule nonës për 7 mos. Që të rëthen shka i keni afru nonës për 8 mars, po edhe një busqeshje pra. Na nuk i kemi afru vetëm një tuf lule, edhe një busqeshje ja kemi afru. Po ta shofim, shka u bo, që shumë busqeshet ju, shka u bo? Pra, në gjoni mirë, nëse ju jeni ato gjinonës, ja keni afru për 8 mars një tuf lule, edhe ja keni afru për 8 mars një busqeshje, kjo e ka kuptimin se ju me 9 mars deri në 7 mars vitit kaluet, vitit arshëm, ja keni këthia sa i shpinën. Masi sot një busqeshje ja pa një afru 364 ditë qera shpinën ja keni këthi pra. Na në islam nuk e kemi kështu jetën. Na në islam nuk e kemi, jeta jonë nuk ka kështu. Jeta jonë andrishe. Neve në gurbet kur nga merë molli për nanën, kush e ka përjetu dhe për babë, na del loti i sinit prej gurbetit, edhe a gjetë tufja e lullës ja afrojmë nanës, a shramja e pikës lotit prej sinit ton. Allahu gjëlle gjëleluhu ve gjëlle shanu ka thonë në fejën ton, se qajo pik loti për shiqimin e balit nanës prej gurbetit larkë, kur të merë molli, a shiu i cili e shim zarmin e gjehnemit të nesër. A një urnëti pra me një tuf lule dhe me një busqeshje, njëherë më të mëtë zarmin tanë, i cili a shkall 1000 vjetë për të kuskush gjehennemi, a shkall 1000 vjetë tjera për të nëzi. Shime si të mujsh me shim. A keni ndëgju gjemati jam indershëm se filonit kryu ka kall zarmi e kanë shim me lule shpija kryu ka kall, a keni një?
A keni nisë plemja kur ju ka kallë filanit katonart me lule ja kanë shim, a keni ni? A keni ndëgju të një herës se kur a kallë shtëpia filan katonarin ja kanë shim me busqeshje? Kanë shku Kollazar me janë busqeshje, ja, ishte shimët kise na. U busqeshëm na. Nuk shimët me busqeshje zari i xhehenemit. Zjarri i xhehenemit shimët me lotin e sinit për apetitet e dashurisë ndaj prindit, ndaj nanës edhe babës, që ti ju ke bërë shumë dame të mloja, ju ke bërë shumë shqetësime të mloja ative një herë. E ti me shka po dënë me la këta? Po dënë me la me kulturën e Luksemburgazve, po dënë me la me kulturën e francezve, po dënë frëngjisht mura zduzhit, shqipi thojnë me nanën dhe me babën. Frëngjisht, ha? Jo vëllai jam i dashur, jo në asnjë mënyrë, vetëm mënyrë islame mujtesh me kri. Largonu prej tabiateve tative shka s'janë të tuja. Largonu prej tabiateve tative që kanë marë hovë programikisht me i fut tabiatet e veta, te ju ka thonë Allahu në Kurani Kerim, "Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Jahudit edhe krishterët kur s'kan me qenë pajtim derisa ju nuk thoni po tabiatet e ju, në mënyrën e festave, mënyrën e besimit, mënyrën e veprimit, mënyrën e rregullorës, mënyrën e jetës përditshme, mënyrën e orarit ditor pi juve do ta marrim, nuk kemi na tonën, prej tonës do të hekim dorë, kur ta pranoni këta do të jenë të kënaqur me ju.